Nxënësit e shkollave të mesme të Tetovës organizuan një panel diskutimi me temën Arsimi në udhkryq, apo i përgatisim të rinjt për të ardhmen. Ky aktivitet u zhvillua në Universitetin e Evropës Juglindore, në kuadër të iniciativës qytetare ku janë nxënësit sot, e cila për herë të parë në mënyrë kaq të strukturuar vuri nxënësit në rolin e aktorëve të reformës arsimore. Është një iniciativë në kuadër të një projekti më të madh, mbështetur nga qeveria e Zvicrës nëpërmjet shoqatës Civica Mobilitas, me temë, domethënë, zëri dhe pjesëmarrja e grave dhe të rinjve në politika qytetare. Ne si pjesë të trajnimit për lider nga projekti më i madh, krijuam një grup jo formal, të quajtur Nimbus, dhe si pjesë e iniciativës son kemi panelin e sotëm, domethënë, arsimin e udhkryq apo i përgatisim të rinjt për të ardhmen. Ky panel është një produkt i 4 sesioneve të mëparshme, të cilat kemi trajnuar shumë të rinj nga shkollat mesme të qytetit tonë për t'u dhënë një motivim, për t'u ringjallur një shpresë të humbur të fjalës së lirë, të mendimit të lirë dhe të shprehjes së mendimit dhe fjalës, për cilën e kanë humbur në kohët e fundit, dhe është një panel shumë interesant për shkak se do të vendohen përballë të rinjt, do të vendohen profesionalistë, do të ketë zyrtarë të shkollave të mesme, dhe unë mendoj se në fund të gjithë kërkesave të kahmotshme të nxënësve do t'ju jepet një përgjigje sado pak të jetë efektive, për cilën jo vetëm unë si koordinator, po i gjithë grupi jo formal, po edhe gjithë thuarit kanë një shpresë. Dhe pse mos realizohet një iniciativë e tillë, duke pasur në panel, domethënë, pjesën artistike të vizatimeve dhe këngëve, kemi pjesën e interpretimit të artit letrar, domethënë të satirave të ndryshme, po përveç asaj kemi edhe aktivitete të ndryshme si fjalimet publike, të cilat do të mbahen para nga 5 nxënës shkollave të mesme. Pjesë e panelit ishin Gjeladin Murati, Satki Ismaili, Selvie Thaçi, Isak Alii e kështu me radhë. Kjo iniciativë është pjesë e projektit Zëri dhe pjesëmarrja e të rinjve dhe grave në krijimin e politikave publike, të mbështetur nga Civica Mobilitas dhe i zbatuar nga organizata Antiko në partneritet me Adrion dhe gjithmonë bashkëtesë. Ky aktivitet përfundoi me ndarjen e mirënjohjeve zyrtare dhe pikturave të realizuara nga nxënës të shkollave të artit. Nëpërmjet këtij paneli dhe dokumenteve që do t'u dorëzohen institucioneve, nxënësit e Tetovës nuk kërkuan më fjalën, por ata e morën atë, dhe me zërin e tyre nuk kërkuan premtime, por ndryshim.